Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve në ekranin e kanalit 7. Për më tepër do të ndjekim. Abeli i posaçëm lë në burg kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Avokatët mbrojtës e quajnë vendimin absurd. Betejë e radhës në gjykatën e lartë. Komisionerja e zgjerimit Marta Kos deklaron në Tiranë se Shqipëria e meriton anëtarësimin. Kryeministri Rama beson se negociatat mbyllen brenda vitit 2027. Listat e kandidatëve për deputet sjellin emra të ri në garën politike. Rama freskon partinë, Berisha mban të vjetrit dhe përballet me pakënaqësi. Vazhdojmë gjërësisht me lajmet për ditën e sotme. Erion Veliaj do të vijojë të qëndrojë në burg. Abeli i posaçëm vendosi të lërë në fuqi vendimin e shkallës së parë për kryebashkiakun e Tiranës. Avokati i Veliaj tha se izolimi në qeli një personi që nuk shfaq asnjë rrezik për shoqërinë është një absurditet që ndodh vetëm në Shqipëri. Edhe me vendim të apelit të posaçëm, kryebashkiaku të Tiranës Erion Veliaj do t'i duhet të qëndrojnë në qelinë e paraburgimit të Durrësit. Duket se argumentet e shkallës së parë të dhëna nga gjyqtari Erion Bani kanë qenë të mjaftueshme dhe për atë të shkallës së dytë e Ngert Pëllumbi. Në nënhetim për korrupsion pasiv dhe pastrim parash, argumentet që e lanë atë të izoluar në burg ishin intimidimi i dëshmitarëve, mundësia për t'u shmangur hetimit dhe dëmtimi i provave. Por për avokatin Max Haxhia, këto arsye nuk qëndrojnë. Zgjidhja e çështjeve me masa arresti, jo vetëm për Erion Veliaj, por për këtë do, është një absurditet që vetëm në Shqipëri ndodh. Sidomos për vepra që nuk paraqesin këtë shkallën e rrezikshmërisë, nuk mund të aplikoj masa arrestit në burg për njeriu më të votuar të Shqipërisë, 3 herë i nominuar kryeta bashkia dhe ti thua që je person i rrezikshëm. Pikërisht të kemi kundërshtuar që rrezikshmëria e personit është e lidhur me agresivitetin dhe me mundshmërinë për të kryer vepra të tjera penale. Nga ana tjetër ai thotë se përgjimet e SPAK në përmbajtje të cilave pretendohet se Veliaj ka tentuar të lobojë mediatikisht janë të paligjshme. Presim të ndodhë një çudi dhe në gjykatë lartë. Po hape kapitullin e përgjimeve, unë do të kaloj shumë përgjimet, nëse është e vërtetë ajo që ka ndodhur me antarën e gjykatës kushtetuese, për mua është një situatë skandaloze, duke filluar që nga presidenti i Republikës, nga parlamenti, nga gjykata kushtetuese, nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, nga Këshilli i Lartë gjyqësor dhe nga gjithë populli do të vijë në alarm. Seanca ka nisur që ditën e martë, por me depozitimin e provave të reja nga prokuroria, u kërkua shtyrja e saj, e më pas gjyqtari Ngert Pëllumbi vendosi që shpallin e vendimit ta bëjë këtë të enjte. Veliaj i kundërshtoi provat e reja që SPAK pretendon se janë siguruar përmes përgjimeve telefonike, duke u shprehur se ato që hetuesit i quajnë prova janë në fakt biseda familjare të një muaji që ai ndodhet në qeli, por deklaratat e tij nuk u morën parasysh. Ndërkohë, masa nuk ndryshoi për 4 biznesmenet e tjerë të cilët ishin lënë në detyrim paraqitje. Vetëm për Elman Abulen u vendos zbutja e masës nga arrest në burg në arrest shtëpie. I njëjti gjyqtar Ngert Pëllumbi po ashtu la të ngrira 2 llogaritë bankare të Ajola Xoxhës, për të cilat ajo i kishte kërkuar apelit heqjen e sekuestros. Kjo e fundit e dyshuar për 3 vepra penale. Nuk e ka ankimuar masën e detyrimit të paraqitjes 2 herë në muaj. Vendimi i kësaj të enjte nuk ishte ai që do të doja, po ishte ai që deshën ata që më nqepur si të isha armiku më i betuar i këtij vendi. Kështu e nisi reagimin e tij kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, i cili shprehet i zhgënjur pas lënies në fuqi të masës arrest me burg nga gjyqtari Ngert Pëllumbi. Veliaj i shkruan se do të donte ta fitonte këtë betejë dhe tani të ishte pranë të birit, por sipas tij, kjo nuk u bë mundur për shkak se i ngritën një kurth duke i vënë në përgjim bisedat me gruan e me vëllain nga burgu. Duke folur me ironi për fustanet imagjinare të gruas së tij, Ajola Xoxhës, dhe dosjet e stisura qëllimisht për kryetarin e bashkisë, Veliaj është ndalur edhe në faktin e moslejimit të avokatit amerikan në çështjen e tij. Sidoqoftë, ky nuk është fundi dhe s'ka se si të jetë. Luftën për drejtësi do ta vazhdoj e do ta bëj deri në fund që a kam premtuar, sepse gjatë gjithë jetës sime kam treguar se di të ringrihem. Humbjet na bëjnë më të fortë dhe janë preludi i fitoreve, e mbyll postimin kryebashkiaku i Tiranës. Gjykata e posaçme dënoi me 2 vjet burg ish kryebashkiakun e Himarës Jorgo Goro. Ai akuzohet se tjetërsoi një sipërfaqe toke shtetërore duke ja kaluar atë një subjekti tregtar për ndërtimin e një resorti. Ish-kryetari i Bashkisë së Himarës Jorgo Goro shpallet fajtor për shpërdorim detyre dhe fshehje pasurie, duke u dënuar me 2 vjet burg e 20 ditë.
SPAK kishte kërkuar dënimin e tij me 3 vjet heqje lirie, por gjykata e posaçme ja uli atij dënimin. Prokurori Olz Dado, që përfaqëson akuzën, thotë se Goro me ish-drejtorin e menaxhimit dhe mbrojtjes së territorit Irasimo Basho kanë kryer veprime për të privatizuar një tokë bujqësore. Shkresat, më pas të dyja kanë dërguar Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, duke kthyer në private tokën 5512 metra katror dhe njëherësh duke i zhveshur shtetit pronësinë. Momenti i dytë që dyshohet se Jorgo Goro ka shpërdoruar detyrën është përmes zhvendosjes në terren të një toke tjetër bujqësore, 5080 metër katror. Arsyeja për këtë veprim është që të dyja prona të bashkoheshin në një të vetme. Këto prona Goro ja vuri në dispozicion në mënyrë të paligjshme Stavri Mëhillit, që ky i fundit ja kalonte një subjekti tregtar që mbi të ndërtonte një kompleks në të gjithë truallin e tjetërsuar. Kallëzimi për Jorgo Goron u bë gushtin e 2 viteve më parë nga Fredi Beleri, i cili megjithse u zgjodh kryebashkiak i Himarës, nuk mundi ta ushtronte detyrën pasi u dënua për korrupsion zgjedhor. Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kosi ishte këtë të njëjtën në Tiranë me vizitën e saj të parë zyrtare në vendin tonë. Ajo është pritur nga kryeministri Rama, ndërsa deklaroi se Shqipëria meriton të jetë antare e Unionit. Rama nga ana e tij përsëriti objektivin që negociatat të mbyllen brenda 2 viteve. Kryeministri Edi Rama priti sot në një vizitë zyrtare në Tiranë komisioneren e BE-s për zgjerimin Marta Kos. Në një konferencë të përbashkët me kreun e qeverisë, gjatë kësaj vizite të parë zyrtare, Kos e quajti Shqipërinë një ishull stabilitetit dhe meriton të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Me ju brenda Bashkimit Evropian, Europa nuk do të jetë thjesht më e madhe, por edhe më e fortë. Ju keni marrëdhënie të mira të fqinjësisë së mirë në rajon dhe kjo është ndonjëherë diçka që ne shpesh e harrojmë. Ne sot do të kemi ratifikim në parlament të dyja marrëveshjeve, të cilat janë të domosdoshme në mënyrë që ne t'i japim Shqipërisë shifrën 1 miliard euro, një pjesë në hua e një pjesë tjetër me grante, në mënyrë që të kryhen të gjitha reformat e domosdoshme për Shqipërinë, por edhe për të bërë të mundur që ju të jeni gati për të qenë shtet antar. Ne të gjithë dim tashmë që vëmendja duhet jetë te zbatimi i reformave, të cilat janë miratuar, por natyrisht edhe te përshpejtimi i konfirmimit të gjitha reformave të tjera, e në veçanti sa i përket reformës në drejtësi, të cilën e mbështes tërësisht vetë, sepse është edhe gur themeli i procesit të integrimit evropian. Kreu i qeverisë u shpreh vendosur për të arritur objektivin e përfundimit të negociatave brenda vitit 2027. Është mbështetja e një institucioni të madh dhe shumë kërkues, siç është Bashkimi Evropian, të cilën ne jemi të vetëdijshëm që duhet ta meritojmë çdo ditë, sepse ne duam të bëhemi pjesë e familjes së Bashkuar Evropiane. Diplomatia e lartë e Bashkimit Evropian kishte një dhuratë për kreun e qeverisë. Basketbolli ka luajtur një rol të posaçëm në jetën tuaj, kryeministër. Kështu që dhurata ime për ju sot është simbolike edhe për Shqipërinë. Duam që vendi juaj të bëhet pjesë e skuadrës së Europës. Gjatë vizitës në Tiranë, komisionerja ka zhvilluar një ser takimesh, përfshirë kryeparlamentarin Elisa Spiropali, përfaqësues të opozitës si dhe drejtuesit e institucioneve të pavarura të drejtësisë. Partia Socialiste do të garojë në zgjedhjet e 11 majit me një skuadër të dominuar nga të rinjt. Kryeministri Edi Rama do të udhëheqë listën e sigurt të Tiranës, ku janë vendosur edhe disa ministra. Të vjetrit do të bëjnë betejë të fortë në listën e hapur, ndërsa 24 deputetët aktual janë lënë jashtë garës. Me shumë surpriza dhe skuadër të rifreskuar, Partia Socialiste zyrtarizoi 2 orë përpara fatit përfundimtar listën shumë emërore me kandidatët për deputet që do të dalin në fushë në parlamentaret e 11 majit. Socialistët kanë ruajtur thojse të njëjtën strategji kandidimi si në 2021, ku xhaketat e vjetra të PS-s do të përballen në listë të hapur, duke luftuar për të siguruar karrigen në sallën e parlamentit. Ne i kemi shfrytzuar listat e mbyllura për të hapur partitë. Kryesocialisti Edi Rama do jetë i pari i Tiranës, aty ku pritet të zhvillohet edhe betejë më e rëndësishme e forcave politike. Sipas listës së sigurt, në këtë qark arreshtohen disa nga figurat kryesore socialiste të angazhuara si pjesë e skuadrës drejtuese, si Ogerta Marasirliu, Elisa Spiropali, Lendita Nikola apo Tauland Balla. Megjithse në kabinet dhe me kontribut si figura të reja në listës sigurt për rolin e ligjvënësit u kandiduan edhe ministri i jashtëm Igli Hasani apo ministri e shëndetësisë Albana Koçiu. Në qarkun e Tiranës nuk munguan as emra surprizë si Iris Luarasi apo Endrit Brahimdari, i sapo larguar nga Partia e Lirisë.
ashtu siç parashikoi deputetët me më shumë se një mandat si Fatmir Xhafaj, Pandeli Majko, Mimi Kodeli, Xhemal Qefalia apo Klotilda Bushka do të përballen në listë të hapur me kundërshtarët, por edhe mes tyre për të ruajtur pozicionin e ligjvënësit në parlament. Por jo të gjithë deputetët socialistë e kishin këtë fat, pasi 24 prej tyre u përjashtuan përfundimisht nga gara. Gjatë rubrikës Symsy, Rama nuk la pa ironizuar edhe listën ngaruese nga kampi opozitar. Doni të shifni kush janë vipat e Kënetës, shikoni skuadrën e listës në listën e mbyllur të kryeqytetit të Shqipërisë Madhështore. Por si komenton Rama demokratët që i bashkohen skuadrës socialiste? Çdo bufin ka hapësirën të jetë këtu. Në kërkim të fitores së sigurt, socialistët përdorën të gjitha strategjitë për të maksimalizuar votat në 11 maj, duke përfshirë edhe 3 kryetarë bashkish, si Ervin Demo në Berat, Termet Peçi në Tepelen dhe Agër Malaj në Mat. Si në çdo proces përzgjedhës, nuk munguan as të qejfmbeturit. I pari që njoftoi tërheqjen nga gara ishte deputeti Petro Koçi, ndërsa më pas Nasib Naço dhe Laer Duraj. Zgjedhjet parlamentare të 11 majit do të përfshin për herë të parë në votime edhe 250.000 votues nga diaspora shqiptare. Sali Berisha mbrojti listën e kandidatëve të Partisë Demokratike duke konsideruar atë më cilësorin që opozita ka pasur ndonjëherë. Lideri i Demokratëve sulmoi kundërshtarin politik Edi Ramën, duke thënë se ka futur në listën e mbyllur ministrat me dosje për t'i shpëtuar nga SPAK. Fushat elektorale për betejën e 11 majit nisi de facto sot për ekipin e kandidatëve të Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Në një komunikim me gazetarët, kryetari PD-s Berisha deklaroi se në listën e kandidatëve për deputet janë përfshirë ekspertët më të mirë e figurat të njohura nga biznesi e diaspora. Kur ndonjëherë një listë e tillë kaq përmbajtësore, kaq cilësore nuk është paraqitur para elektoratit shqiptar. Ndërsa mbrojtje ekipin e tij të kandidatëve, Berisha akuzoi kryeministrin Edi Ramën se ka krijuar një listë për të mbrojtur ministrat nga hetimet për korrupsion. Shqiptarët pan listën e skapit në krahun tjetër të gjithë ministrat me dosje kuintalshe mbi shtëpi u futën njëri mas tjetrit në listën e mbrojtur për shkakun e vetëm se kanë vjedhur bashkë me Edi Ramën. Berisha komentoi largimin e deputetit demokrat Dashnor Sula dhe komentin e kryeministit Edi Rama për të. Mbrojtja e kryeministrit është puthja e Judës për Dash Sulën, i cili ka karrierën e tij, por mendoj se hapi që bëri të rrjeshtohet me opozitën e opozitës, pra de facto me një patericë të Edi Ramës, nuk është zgjidhja në vlerësimin tim. Pavarësisht pakënaqësive që krijoi lista e kandidatëve në kampin opozitar, Dashnor Sula është i vetmi deputet që u largua nga Partia Demokratike një ditë më parë. Zonja dhe zotrinj, kjo ishte gjithçka përgatitur edhe për këtë edicion qendror informativ. Unë falenderoj për vëmendjen për kanalin 7 Borën Borakaj.